demokratët nuk votojnë krye Hajdutin që i ka rënuar dhe i ka lënë në opozit. Nga 2013 dhe deri sot, rënuesi i Partisë Demokratike është dyshja Sali Berisha Ilir Meta, që për pazaret e tyre, herë në opozit dhe herë në pushtet, kanë ruajtur vetëm interesat e bizneseve dhe familjes tyre. Kështu që nuk ka ndryshuar gjë. A është njëjti Ilir Floriri që thonte Saliu? Po Saliu është prapa i babi Zenit që kishte dhënë dorëheqjen Ilirit dhe për afera korruptive. Nëse këta kanë ndryshuar, Iliri nga Ilir Floriri është bërë Ilir Diamanti dhe ky nga babi Zenit është bërë babi Klevis Balliut, atëherë na thoni që t'u japim një mundësi tjetër shqiptarëve. Po janë po të njëjtit personazhe, janë po të njëjtit faktor, janë po të njëjtit biznese, interesa që përfaqësojnë anti-shqiptare, të cilët do të marrin përgjigjen me 11 maj dhe do të shkojnë të zhyten në lumin e knetës që i karakterizon këtë zgjedhje. Dakor, unë nisa në fakt me një citim këtë bisedë, zoti Valteri, për ta përfunduar nga rrjetet tuaja sociale, adresimi që ju i bëni vazhdimisht ndjekësve dhe mbështetësve tuaj. Jeni në përgjithësi ndjekës qoftë edhe në kohë të lirë të telenovelave? Kur kam kohë patjetër që po. Këtë telenovel mes kryetarit tuaj Edi Ramës edhe Lulzim Bashës, si e keni parë këtë komunikim të ditëve të fundit? Se thatë pak më parë që fushata nuk bëhet përmes rrjeteve sociale, por ja që edhe bëhet përmes rrjeteve sociale. Jo, Edi Rama hyn tek njerëzit i cili kalkulon çdo sekond. Dhe nuk mendoj që humbet sekonda, jo më minuta dhe orë, të merret me Lulin nëse nuk ka një strategji politike në këtë mes. Kështu që pa merak, unë nuk e shikoj si një telenovel, po e shikoj si një strategji ndoshta për të dhënë një mesazh atyre që duhet t'u japin mesazh. Që kujdese mund t'ju marrim Lulzim Bashën? Jo, nuk ne Lulin nuk kemi nevojë për të, po di të them që dua t'ju them vetëm diçka, që Partia Demokratike, edhe nuk është mendim vetëm imi, po është mendimi dhjetra njerëzve që takojmë, ka qenë shumë herë më e fortë në kohën e Lulzim Bashës se sa në kohën e Flamur Lokës. Këtë kjeni do më thënë është po pse jo të Sali Berishës, po Flamur Nokës? Po se Flamurin duhet ta falenderojmë që futi Saliu në listë. Këtë Flamurin duhet t'i falenderojmë, do më thënë, të gjithë demokratët që ju futi Saliu në listë. Dhe kjo është listë ekskluzive e mulit dhe e familjes. Kjo është listë ekskluzive e bizneseve, e pazareve dhe e kulisave. Kjo nuk është listë e demokratëve, kjo nuk është listë e primareve, ashtu siç ta kam fituar një bast nga hera e fundit, që tash asnjë nga të primareve nuk do t'i fusi në listat mbyllura. Po sa ko gjenerojnë vota? Do t'i shikojmë, po nuk e marrin 3% që në asnjë njësi. Dhe Partia Demokratike do të marrë më pak vota se ato që ka lënë të mbyllura. Do kesh listat të mbyllura që do të ngelen jashtë. Dhe për këtë t'jap siguri dhe t'jap fjalën që do ndodh. Besoj deri në 11 maj do ndajmë edhe një tjetër bisedë bashkë, gjithsesi basin e kemi vënë pas 11 maj. Pas 11 maj. Faleminderit zoti Valteri për kohën. Kënaqësi gjitha imja. Faleminderit. Fushatën mbarë.